Ndryshimet e thella demografike të dekadës të fundit të reflektuara edhe në të dhënat e censit sipas ekspertëve financiar rrezikojnë qëndrueshmërinë e skemës aktuale të pensioneve publike. Për këtë arsye në Shqipëri po merr gjithnjë më shumë rëndësi kontribuimi në pensionet private, duke sjellë rritje të interesit edhe për fondin e pensioneve Sigal. Investimi në pensione private po shihet si domosdoshmëri për familjet dhe individët që synojnë një pension të sigurt. Edmond Koci, zëvendës drejtori i Sigal Invest dhe drejtori rajonal i shitjeve thekson se fillimi i hershëm i kontributeve ofron avantazhe të mëdha, pasi lejon investime afatgjata me kontribute fillestare të vogla që rriten gradualisht me kalimin e viteve. Kjo ndihmon në rritjen e performancës për pensionin tënd në moshën e pleqërisë, sepse fakti që e ke nisur në një kohë të hershme të krijon mundësinë që ti ke shumë vite për të investuar dhe një investim që zgjat 30 deri në 40 vite të jep mundësinë që ti të kesh një pension të mjaftueshëm në moshën e pleqërisë. Koha kur nis investimi në pensionin privat është shumë e rëndësishme sepse interesi i përbërë bën që fitimi i krijuar të shtohet kapitalit dhe të gjenerojë fitim të ri me kalimin e viteve. Po aq e rëndësishme është edhe zgjedhja e fondit të duhur që garanton siguri dhe rezultate më të mira për investitorin. Investimi në fondin e pensionit privat Sigal i jep shumë avantazhe për anëtarët e tij. Fondet që ne akumulojmë investohen me një normë kthimi rreth 4.5%, që është një normë shumë e kënaqshme krahasimisht edhe me investimet e tjera që mund të ketë në tregun e investimeve. Pra, marrja një vendimi për të investuar në një fond pensioni privat është një vendim shumë i mirë, sidomos për individët që janë në moshë të re, të cilët, ashtu siç thashë më përpara, kanë shumë kohë për të investuar. Trashëgueshmëria dhe paprekshmëria e këtyre fondeve janë dy garanci që duhet të nxisin të rinj të antarësohen në këto fonde. Të gjitha setet që një antar ka në llogarinë e fondit pension privat janë të trashëgueshme, pra nuk humbasin, shkojnë tek familjarët. Gjithashtu, asetet që ka një individ në fondin e pensionit privat janë një pronë e patjetërsueshme. Domethënë që ato nuk mund të bllokohen nga palët e treta nëse individi ka probleme financiare. Janë fonde të dedikuara për moshën e pleqërisë dhe janë të mbrojtura me ligj. Vlera aseteve neto të një fondi është tregues për qëndrueshmërinë dhe garancitë financiare sipas raportit të fundshtatorit të AMF-s për tregjet e pensioneve private. Sigal Pension e zotëron vëllimin më të lartë të tregut, thuajse 38 milion euro asete neto, afërsisht 38% të totalit të gjithë tregut të pensioneve private në vend. Një tjetër garanci për kontribuesit është se fondi i pensioneve Sigal është pjesë e Sigal Insurance Group, kompanisë më të madhe të sigurimeve në rajonin Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.